Një histori e vjetër hakmarrjeje është në qendër të hetimeve për atentatin e dështuar në Elbasan. 52 vjeçari Poli Boriçi tha përpara hetuesve se sulmi ndaj Ermir Kërtezit është bërë për t'u hakmarrë për vllain e tij. Sipas versionit të arrestuarit, Kërtezi e ka plagosur të vllain rreth 15 vjet më parë dhe pasojat e asaj ngjarjeje kanë qenë të rënda deri në paralizimin e tij. Por kjo është vetëm dëshmia e personit të dyshuar dhe ende nuk është konfirmuar nga hetimi. Pikërisht për këtë arsye, grupi hetimor po rikthehet pas në kohë për të verifikuar historinë e konfliktit mes dy familjeve. Hetuesit po kërkojnë të zbardhin nëse ngjarja e 15 vjetëve më parë ka ndodhur ashtu siç pretendon Boriçi dhe nëse ajo mund të jetë shndruar në motivin e atentatit. Por një tjetër element e bën më të ndërlikuar pistën e hakmarrjes. Ermir Kërtezi, personi që ishte në shënjestër, ka deklaruar se mes dy familjeve nuk ka pasur konflikte prej vitesh. Sipas tij, marrëdhëniet janë normalizuar dhe familjet vijonin të jetonin pranë njëra tjetrës. Për këtë arsye, hetuesit nuk po përjashtojnë as mundësinë e një konflikti më të afërt në kohë që mund të ketë çuar në sulmin e së shtunës. Ngjarja ndodhi në mesditë në një lokal në hyrje të Elbasanit. Kërtezi ishte brenda ambienteve të lokalit ndërsa Boriçi ndodhej aty së bashku me bashkëshorten. Në një moment, 52 vjeçari ngrihet nga tavolina dhe i afrohet Kërtezit me armë. Pistoleta i u drejtua në kokë 50 vjeçarit, por nuk shkrepi. Ky moment i dha mundësi Kërtezit të reagojë, ta shtyi autorin dhe të largohet me vrap. Boriçi e ndoqi për disa metra, por më pas u largua nga vendngjarja. Policia e arrestoi pak minuta më vonë, teksa arma e zjarrit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.